Ndodhem këtu në burgun e Prishtinës, në qelin ku mbahe rob u Këshin Hoti, për fatin e të cilit nuk dim gjë as sot të kësaj dite. 3 herë u burgos ai dhe shumë herë u rrah për vdekje. Herën e fundit u Këshin Hoti ishte rrëmbyer me të liruar nga burgu i Dubravës para 21 vjetëve me 16 majt vitit 1999. Nuk mund gjejmë një personalitet të shumanshëm në historinë tonë kombëtare sikurse u Këshin Hoti. Edhe diplomat, edhe i burgosur politik, edhe profesor, edhe demonstrues, edhe kryetari i subjektit politik, edhe shkencëtar, edhe tribun, edhe intelektual, edhe funksionar, edhe disident. Të gjithë i dim paradokset e Këshin Hotit. Nga qenja në pushtet dolin në rrugë, nga pozitat e larta në sistem shkojnë burg për Republikën. Nga legaliteti kaloi në ilegalitet, nga Harvardi u kthye në krusht të madhe. Në fakt, u Këshin Hoti s'është paradoksi, të tjerat janë paradoks. Të gjithë neve na dhimbset profesor Këshin Hoti, ama edhe më shumë duhet na dhimbset vetja që kemi mbetur pa Këshin Hoti. Ai vazhdon të mbetet i zhdukur, por vepër më të dukshme se vepra e tij nuk mund gjej. Për filozofinë politike të çështjes shqiptare, të cilës ja ka bërë një parathënie të shkëlqyer Mojko Mzeço, kam shkruar e folur e cituar herë të tjera. Tash do të lexoj disa pjesë nga dialogu midis Ismail Kadares dhe u Këshin Hotit, ku i pari bën 13 pyetje interesante, kurse i dyti jep aq përgjigje edhe më interesante. Libri quhet Bisedë përmes hekurash. Viti është 1997. Fillojmë. Nuk dua të them as se na krijuan si shtet, edhe ashtu si shtet nukleus, të tjerët, austro-gjermanët, siç na akuzojnë serbët. Dhe as se ndodhemi në mbrojtjen ose në patronazhin e tyre të veçantë, siç mendojnë përsëri serbët, por edhe rusët. Gjithsesi e dim dhe e pranojmë se ata i ndihmuan këtij procesi. Mirë po të thuhet se austro-gjermanët na krijuan si kom shtet, ndonse edhe ashtu vetëm nukleus. Thjesht nuk do të ishte një e vërtet e plot, sepse si të tillë nuk u krijuam nga hiçi. Edhe ne duhej të kishim diç të cilës mund t'i ndihmojmë. Kjo diç ishte lëvizja politike shqiptare apo luftrat heroike të popullit shqiptar që aspironin krijimin e shtetit të vet etnik. Pra, profesor Hoti na tregon që një mend mund na kenë ndihmuar të tjerët, por kanë pasur se kujt dhe për çka t'i ndihmojnë. U Këshin Hoti prezanton 4 paradigma në përgjigjen e tij. Se e para nuk kishte kthim prapa në komunizëm, por as marshim drejt fashizmit. E dyta, se sistemi demokratik që e synonim nuk mund të ndërtohej mbi pozitën e rrotulluar të klasave, por mbi parimin e shanseve për të gjithë, gjë të cilën e siguronin mekanizmat demokratik, konkurrenca, zgjedhjet e lira e tjera. Se e treta, Republika, shteti i Kosovës, duhej të ndërtohej mbi parimin e vazhdimësisë, kontinuitetit me të arriturat e së kaluarës, dhe jo në diskontinuitet apo në ndërprerje me to. Atë botë mendoja se nuk kishim ndonjë inteligjencie tjetër me të cilën mund të zëvendësohej automatikisht ajo që kishim, çfarëdo që kujtonim se ishte. Dhe e katërta, më vonë se shteti i bashkuar shqiptar, e quajta Republikat e Bashkuara Shqiptare, duhej të ndërtohej mbi parimin e ruajtjes së integritetit territorial dhe multikonfesional të shtetit ekzistues nukleus shqiptar. Natyrisht, edhe atëherë e dija se mund ktheja kundër vetes shumë forca, të kalibrave të ndryshëm, por gjithnjë kujtoj se nuk gabova, ndonëse se më burgosën dhe pastaj më dënuan sërish. Nuk desha të mbrohem, ndonëse s'kisha as mundësi. Se nuk mund të vritet u Këshin Hoti, na thot vet u Këshin Hoti. Në fund të përgjigjes së tij të fundit, ja se
çfarë thotë? Me vrasje nuk mund të vriten të vërtetat dhe as idealet. Dhe as që mund të shuhen aspiratat legjitime të një populli të tërë. Vrasja nuk e trem njeriun idealit dhe as popullin e vetëdijsuar për vete. Për të vazhduar më tej, pavarësisht nga vrasjet, shqiptarët do të vazhdojnë marshimin e tyre drejt lirisë, caqeve që u takojnë edhe si popull, edhe si kop. Ky është fati i tyre i përcaktuar historikisht dhe ata këtë dërmos do të takojnë. Pyetjet e Ismail Kadhares janë të gjata me shumë momente të vlefshme e unë po i përzjedhi tresosh. Raportet dashuri urrejtje, thot Kadarea, midis Europës dhe popullit shqiptar, besoj se kuadri mund të shtrihet për të gjithë popujt Ballkanas, ngjajnë çuditërisht me ato raporte që jep psikanaliza midis qenjeve të afërta, atë birë në. Mëtej, Shqipëria nuk mund të çlirohet nga e keqja nëse nuk kryen një mohim të së keqes. Tjetra, flitet shumë për rolin që mund të lozë në zgjidhjen e çështjes së Kosovës një demokratizim i mundshëm i Serbisë. Unë e di fare mirë, thot Kadarea, se ky vend ka një ngarkesë kaq të madhe shovinizmi tegër, saqë duket i pamundur çdo ndryshim. Mjafton fakti se shkrimtari më i shquar jugoslav, Ivo Andrić, ka propozuar zhdukjen e Shqipërisë, për të kuptuar se sa dëshpërues është niveli i emancipimit në këtë vend. Dhe në fund, historia e emancipimit njerëzor s'mund të kuptohet pa historinë e mposhtjes të së keqes që çdo njeri, çdo brez e çdo popull e kryen për brenda tij. Përgjegjësit për zhdukjen e Ukshën-Hotit, për rrëmbimin e tij pas lirimit, janë në Serbi. Ata duhet të kapen, gjykohen e dënohen. E vërteta për profesor Hotin, për Bacën Uk, të zbardhet dhe drejtësia të bëhet.